Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Tek një tjetër problematik, njeriu që e ndjen që është në depresion, kalon ato 3 javët e asaj situatës që s'po del dot nga gjendja, vjen te mjeku, merr ilaçin. Tani çfarë ndodh këtu? Se këtu na ndodh gjithëve ne që nisim një mjekim, na jep 2-3 ditë një gjendje të mirë, e lëm. Edhe me antibiotikët e kemi ne. E vërtet është. Kemi një kulturë të munguar që nuk themi 5 ditë, do bëjmë 2 ditë, unë ngrita ja hodha tani nuk e marr më. Tani si është raporti me mjekimet antidepresive? Tani një person kur vjen vet tek profesionisti dhe te mjeku në këtë rast, patjetër që i ka ardhur aty ku nuk mban më. Gjë që do të thotë që vërtet është i përfshirë në ndihmën që kërkon dhe në zgjidhjen që pretendon. Është shumë e rëndësishme që një mjek të bashkëbisedojë dhe ta analizojë situatën për ta qartësuar fillimisht atë pacientin që ka përballë për pse mendon që duhet ta japi këtë mjekim, kushdo qoftë ai përballë. Pse mendon që mjeku duhet ta japi këtë mjekim dhe çfarë ai pret nga kjo lloj ndërhyrjeje. Pra qartësohet, pastaj vë kushte. Dhe kushti gjithmonë është benefiti i të dyja palëve. Çfarë ky person do fitojë nga ky mjekim, ama si do ta filloj, si do ta vazhdoj, pse është shumë e rëndësishme vazhdimësia, kur do ta ketë kontrollin e radhës, pse duhet bërë ky kontroll i radhës, për ta mbajtur kështu në dinamik nën kontroll rastin. Sepse shumë bukur mund të të vijë një rast i thjeshtë që ti e mendon si një ndërhyrje që nuk ka nevojë fare. Por e ka menduar më keq se ty ai që ke përballë, domethënë, që nga një gjë e thjeshtë fare. Unë do ta marr për pak, jam djalë i ri, e merr benefitin 2-3 javët e para dhe e ndërpret. Dhe truri është nuk ta duron dot e pe e pash zëre se ta dhash. Truri është unë e dua deri në fund këtë mjekimin, se ndryshe fatura ime do të vi më e lartë në kohën e dytë. Siç në fakt kështu ndodh në gjithë mjekësinë, por truri mban dhe inteligjencën. Kështu që ka ca mekanizma të përfshirjes dhe psikodinamike që në këtë rast në vend që ta ndihmojë atë person, fillon edhe e para njëherë që medikamentet tona kanë një skemë të mirë përcaktuar të startit dhe të ndërprerjes. Dhe reduktimi i dozave është shumë i personalizuar. Pra ndryshe më vepron një mjekim mua dhe ndryshe i vepron një tjetri. Te unë mund të doj të paktën 3 muaj, te një tjetër mund të doj dhe 6 muaj. Dhe mbi bazën e kësaj ecurie ne personalizojmë në momentin që kemi arritur te fitoria dhe reduktimin. Ne kemi shumë më të rëndësishëm dhe shumë më dilem momentin kur do fillojmë të reduktojmë mjekimin, sesa fillimin e trajtimit, sepse intuita dhe profesionalizmi nuk të lë të gabosh. Ama ndërprerja e menjëhershme jep shumë më tepër efekte negative. Sepse të tillë profil kanë medikamentet tona. E kuptoj, por kam dëgjuar shumë shpesh varësinë. Këto mjekime më kanë bërë varësi. Unë doja të dilja në këtë pikë dhe këtu. Shiko çfarë lloj paragjykimi ndryshe dhe i gabuar nis këtu. Ne jemi duke dhënë një mjekim i cili po kuron gjendjen. Në momentin që ti nuk e vazhdon dhe e ndërpret, patjetër që gjendja do përsëritet. Po se si më bëjnë ato ilaçet? Po, edhe e dyta është, ja pra, më krijoi varësi ky mua, se unë s'bëj dot paktën, sa e lash më filluan problemet. Jo, ti nuk e ke lënë në momentin e duhur, ti nuk e ke lënë ashtu siç duhet, mbas edhe jo në sezonin e duhur, se dhe ka dhe sezone kur ne mendojmë se mund të ndërpritet medikamenti, dhe nuk është varësi kjo. Ti ke ndërprer një mjekim në momentin kur nuk duhet. Varësi është tjetër gjë. Varësi kemi grupin e benzodiazepinave, të cilin ne mjekët profesionistë japim me shumë kujdes. Sepse nëse merret i vetëm një benzodiazepin, nëse merret në sasi më tepër, nëse merret dhe te kalohet koha,
atëhere ai po ti ka futur kthetrat dhe jo vetëm nuk të lëshon më, po të kërkon sasi akoma më tepër. Ky është efekti drog, njësoj siç i droguari e fillon me pak sa për lezet, e shton që të marrit njëjtin lezet, e shton dhe vdes nga mbi doza, sepse nuk merr dot atë kënaqësi që mori në fillim me shumë pak. Po këtë efekt kanë dhe benzodiazepinat. E qartë, por këto nuk kanë të bëjmë fare me ilaçet antidepresive. Nuk kanë të bëjmë fare përveç se shoqërojnë për një periudhë shumë të shkurtër kohore antidepresivët për të minimizuar efektet anësore që ato kanë në start. Tani, antidepresivët në një moment të caktuar jepet një kolpo, edhe thot do marr 2, ti ke thënë do marrësh 1, se dua të ndalem të trajtimi antidepresive, sepse ndërpriten, rifillohen. E lash 2 ditë, ata nis këtë ditën e tretë se ndoshta më bën. Tani çfarë doja të më flisje sikur të kishe këtu një pacient që po i shpjegon si duhet bërë kjo punë. E lë 2 ditë, nis ditën e tretë. Ditën e tretë se si ndjehemi këpuz 2 kokra se ashtu e mendoj. Shikon, ne mjekës kemi bërë një shkollë të tërë, kemi studiuar kaq shumë kimi, fizik, biologji, dinamika të medikamenteve, pikërisht për të arritur në një përfundim të thjesht fare, që një mjekim i cili startohet duke u menduar nga profesionisti, duhet të vazhdohet rregullisht për arsye se krijon një përqendrim. Dhe pikërisht përqendrimi në gjak i këtij medikamenti bën betejën që ti nuk e bën dot, domethënë. Ti ke hyrë në një luftë dhe beteja do t'i fillosh gradualisht dhe t'i fitosh me këtë armë që ne të kemi dhënë. Në qoftë se ti armikun përballë e ke shumë të madh dhe përdor një revolver dhe pastaj mitraloz, nuk do fitosh dot, domethënë. Duhet një trajtshmëria patjetër, sepse ndryshe është pikërisht niveli plazmatik ose përqendrimi i këtij medikamenti që nuk e realizon dot qëllimin e vet. Në kohën që ka menduar profesionisti dhe që ti e pretendon, dhe për sa më mirë duhet të jesh ti në kohë, pra mirëqenia jote fillon dhe bën dhe ajo ulje ngritjet e veta. Kështu që çdo iniciativë prej një personi jo kompetent është në dëmin e curisë së shëndetit që ne e kemi pretenduar për X kohë ta marrim me këtë medikament. Sepse ke të bësh me pacient të cilët edhe nuk tregojnë. Se për shembull është ndryshe që e merr në telefon mjekën dhe i thua unë sot se si jam zgjuar, ta marr mos ta marr. Dhe të rakordojmë te doza, se për shembull mund të më thuash që merr gjysmë kokre, merr çerek kokre sot, se si ndjehem, nuk jam mirë. Por të paktën të konsultohen me mjekun, sepse patjetër ke raste që të vinë mbasi e kanë lënë, mbasi patjetër ndodh lloj-lloj, domethënë. Ka raste që e kanë bërë dhe këtë që the ti Mirel, që doja një rezultat më të mirë, e pash që po më jepte efekt, edhe e tentova 2. Jo, ka medikamente që krijojnë probleme shumë të mëdha, jo të parikthishme, po që gjithsesi probleme shumë të mëdha, që në vend që ti të pretendosh, ti shton paragjykimin për këtë mjekim i cili nuk e ke lënë ta bëj detyrën e vet, ashtu siç profesionisti e ka menduar. Kështu që kontaktet e her pas hershme me mjekun dhe rikontrollet të cilat ne i kërkojmë sepse dim çfarë duam të presim, janë shumë të rëndësishme. Që ndonjëherë ne kërkojmë edhe ndihmën e familjarëve në këtë pikë për të qenë një grup i cili e çon më përpara në objektiv gjithë këtë rast, domethënë në realizimin e asaj çka kërkuam. Qartë. Pra, mjekimi duhet nisur dhe duhet të ecë në dinamik me mjekun, do të thënë këto kolpo të lash, se lash, ma dha truri mora 2, s'po marr fare, do të thënë janë kthehen në të kundërt, me sa kuptova. Por kemi një rast kur themi është depresiv kronik. Kur bëhet depresioni kronik dhe si luftohet ky depresion kronik? Ka forma të depresionit të cilat janë kronike dhe që për fat të keq ndonjëherë edhe pse ai person e ndjek me rregull mjekimin, nuk arrin në atë nivelin e humorit që ka pasur. Nuk janë raste të shpeshta,
është një lajm i mirë. Medikamentet që aktualisht ne kemi, edhe pse mund t'i përdorësh sepse depresioni është kronik, nuk japin dëmtime të tjera, pra frika se mos unë po i pi, po qa do t'i ndodhi trurit tim në një kohë të dytë, jo, janë klasa të reja dhe moderne të trajtimit të cilat e ruajnë kognicionin apo njohjen tek proceset e njohjes të personi, por është një formë e depresionit edhe depresioni kronik. Kështu që pavarësisht se sa mund të angazhohet ky person në zgjidhje, e ka të tillë formën që mund ta vuajë gjatë gjithë jetës. Tani, tek njerëzit që vuajnë nga depresioni, qoftë nga depresioni akut, apo një depresion kalimtar, një episod depresiv, qoftë nga depresioni kronik, tani, sa ndikon familja, rrethi shoqëror, bota ku jetojmë, se këtu jetojmë, me këta njerëz do japim do marrim, nuk ndryshojmë dot njerëzit. Ka të kuptojnë, ka që s'të kuptojnë. Ka pozitiv, ka dhe negativ. Ka arsye nga më ndryshmet, se depresioni është vertikal, nuk prek të varfrit. Ples ndonjëherë mendoj që tek shtresat më vulnerabël nuk ekziston. Lart fillon dhe ekziston dhe më shumë. Tani ky rrethi jon sa ndikon dhe si duhet ta menaxhojmë. Patjetër që presioni i ambientit është shumë, do me thënës, si për mirë dhe për keq. Pa diskutim që nëse ke një familje suportive, që ti e ndjen në krahun tënd te kjo luftë që po e bën, do me thënë, patjetër që kjo luftë do jetë më e lehtë. Pavarësisht se ndoshta mund të mos fitohet, që ti mund ta kesh këtë ndjesi të humorit të rënd gjatë gjithë kohës. Imagjino që këto janë njerëzit që vërtet janë shumë me shpirt të brisht brenda, me një shpirt shumë të bukur. Unë e them shumë shpesh që unë punoj me njerëzit më të mirë të botës, sepse ato vuajnë në fakt, dhe që në qoftë se kanë pastaj edhe stigmën dhe paragjykimin dhe ç'na lodhe, se ka dhe familjar që e ndjejnë dhe e verbalizojnë lodhjen e tyre, domethënë që ti kuptojmë edhe atë pjesë, atëre vrasja brenda tyre është shumë me koeficient më të lartë, sepse xha vuajnë atë atë nivelin e ullët që s'po e kapin dot atje ku e duan. Një çik kanë edhe këtë grushtin tjetër dhe është shumë Shumë e vështirë. Në gjitha ambientet hasim njerëz të tillë. Nuk ju vëm dot epitetin janë depresion, si janë depresion, janë ankth apo jo, po e ndjejmë që është një shpirt që vuan, që e the shumë bukur. Kur vjen njeriu dhe thot më dhëm shpirti. Si duhet i trajtojmë të njerëz? E kuptojmë, në mos njerë ti e kupton, që është një njeri që s'është. Ka një patologji të caktuar, ka një sjellje të caktuar, nuk ka të bëjë as me arrogancën, as me karakterin e keq, as me natyrën që do të vendosi pikat mbi i në mënyrë të agresive. Jo. Përcakton gjendja e tij këto reagime. Këto reagime janë fragmentare dhe ti kupton që ke të bësh me një njeri të lënduar, kaq. Si duhet sillemi në njerëzit normal, në thojza se ne kemi tonat. Kush nuk është normal. Po. E para punës njerë që ne duhet ta identifikojmë problematikën të ky person me veten, Pra, nëse ne shikojmë që po vërtet ai njeri ka një gjë që nuk shkon, mirësia të çdo kush nga ne duhet vi për këto persona dhe ai person që ke përballë vërtet është shumë i brisht për ta shinjestruar dhe për t'ia vënë në dukje që shikose, sepse pikërisht këtu po vazhdon ta lëndosh. Pra nëse ti e identifikon si një problematik dhe ke kuptuar këtë problematik, mënyrat e sjelljes që varet shumë pasaj nga secili nga ne, sa qytetari je,
sa i qetë je ti në fundit, se mund të kesh dhe ti ato përse kështu që normalisht të gjitha reagimet janë shumë personale, por që këtu toleranca dhe bonsensi duhet më shumë se kushdo. Në fundit një shoqëri është civile nga mënyra se si trajton më doptin. 30 vjet përvojë. Më thuaj një rast që të ka mbetur në mendje. Ke një rast që në fakt të tëra rastet tona shënjojnë. Të gjitha kanë një histori brenda, por histori pastaj që mbajnë shumë trauma që kanë filluar në fëmijëri dhe i kanë shoqëruar këta njerëz deri vonë. Ti shikon jo vetëm si ca njerëz që sa të brisht janë, aq dhe heroj brenda jetës së tyre. Kështu që unë të gjithë këta herojnë t'i kam brenda meje, domethënë, nuk mund t'i ndaj, nuk mund të them që kjo histori është më e trisht ose kjo histori ka një happy end, sepse të gjitha janë histori që më kanë prekur. Nuk i ndaj dot. Një njeriu që po kalon në shtegun e depresionit, ose është një shteg që e ka kaluar shumë shpesh, ose është shtegu i jetës ti. Dove nga dove do kaloj aty. Dhe po na dëgjon në këto momente. Çfarë do t'i thoje? Në fakt që të pranosh sfidën është vetëm fillimi i një beteje e cila në fund të fundit fitohet apo jo, sepse jo gjithçka është në dorën tonë, mjekësia është një sfidë, secili nga ne duhet të jetë një luftëtar dinjitoz në këtë luftë. Ne profesionistët e shëndetit mendor nuk do mungojmë kurrë për t'i dhënë ndihmën. Ndoshta mund të jemi të vonuar në ndihmën tonë, sepse jemi shumë pak, ndërkohë që problemet janë shtuar shumë, por nuk do mungoj kurrë dëshira për të ndihmuar çdo që do ketë nevojë pas një rezervë. Duke u nisur jo vetëm nga vetja, por duke përfaqësuar edhe të gjithë kolegët e mi, ne kemi hyrë në një fazë edhe të vetmohimit. Po japim shumë tepër nga vetja, nga koha, po i marrim familjarëve tanë për të bërë më të mirën, që gjithsesi ky grup njerëzish e meriton. Por të vinte mjeku. Duhet të vim patjetër, prandaj thash ne jemi këtu për t'i ndihmuar. Pa diskutim tek mjeku, sidomos kur është diagnostikuar me depresion, duhen patjetër kontakte të afërta dhe të her pas hershme me mjekun. Të mos lihet sëmundja të rëndohet, sepse problemet e shëndetit mendor janë njësoj si problemet e tjera. Pra dhe koha përcakton suksesin. E qartë. Lufta më e madhe është lufta me demonët tanë, por nuk jemi vetëm. Të tërë në fund të ditës kemi ato betejat tona që duhet t'ja dalim dhe nuk ka rrugë tjetër. Me demonët tonë përdore, sepse nuk pretendojmë që t'i vrasim, do t'i marrim përdore dhe do ecim. Menaxhojmë. Sigurisht. Faleminderit ju. Si të bisedoj me ty. Shihemi në episode të tjera. Mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.